që kur u mora me sak nga këta çuna u fliqen. Jo tu, po e kishin arrestu njërin që që ishte pjesë atë si të ka bën atentat në Shqipëri. E pash më lajme tani më dolën 2-3 vende. Kështu pash dhe unë, po nuk e di se njoh. Po një gjë që po shikoj në çdo postim, sikur janë mërzit njerëzit, e po fon njerëzit një farë e emri, që ne nuk po përmendet ai emër e nuk po ndodh asgjë. Më kupton? Mëse më tu, lejën atë dera. Nuk e di, nuk du me fol për atë punë, se nuk është puna ime. Po një gjë ta them unë me garanci për Zotin, këta ja kanë nis duke kënduar me emra me çdo gjë para se leve të arrijnë në komersarat. Njeri kishte dalë, kishte thënë nuk e dija ku do veni më morën me zor. Për Allahun. Po ta them se më erdhën. E di krejt. Po ti ke mbyll problemet me Milin? Unë asnjëherë si kam probleme me Milin, as nuk do i mbyll asnjëherë. Një gjë ta them, s'ka bërë asnjë lloj lëvizje në jetën e tij. Vetëm ka jetuar në hijen e vllajt e prap po mban atë hijen. E di, valla, dallot. Vllai i tij ka qenë është djalë zemër bardhë dhe zemër mirë, po gjinasa ka rënë viktimë. Mu më duhet pak... Duhet qa? Duhet stipe një randi, sikur s'ka trunë, sikur ka ngel mrapa kohë. Kurse për skillin ma foshte zero kur ram burg në bashkë. Më tregoj therjen e parë që bëri skilla. Më tha për Zotin do vrasi në njëri kot fare në një ditë skilla, s'është mirë. Nga bëve Sami. Aty e kuptova për njëri tjetrin ju jip një shpirtër. Nga bëhet Sami, ma, ku herë e fundit që ki pa Samin? Sami herë e fundit ka qenë kur ishte në Shkodër. Ja mua beti japë edhe tja në 7 majtë, ja shqira për. Ja burna që se përmend një gjerë, më burë më kujtu Sami. E respektojnë skillën që unat të burgu? E duan, çdo burg që vetë e duan skillën. A i qojnë shok të vetë len nga jashtë, e majnë. Se ty për shembull nuk ta kanë çuj paket cigare kënë. Kam vërtetën, me kur isha te burgu fundit në Pendullo, sa çuna po fonin që s'kishte as vape, e nuk më dukën si çuna të keq, sa çuna nga Puka, sa po kjam. Po, inshallah mos jetë këtë. O goqa, është e vërtet që ti e mërzit, që ti nuk e kishe shajt kur çunat, kur si bëjnë muzikë, po i e mërzit se nuk ta ka kthy mesazhin, ke shku në Shqipni dhe të ka bo sikur s'njef. Ja, zotin madh në mana krejtve. Shpare, unë mërzita se dogja ligje, dogja licenca, rrezikoja 3 vjet burg. Unë në fillim provova ta mbaja kështu në nivel me tërë, thash çunat janë çunat, unë nuk kam qenë Albanians. Kuptohet, jam njëri që jam me 3 vjet licencë. O isha. O në 7 majtë? Jo, ka. Po ti me kuqin, keni najtë një zonë, ha? Një ka. Sa, what? So you know men like in person like, at the minimum. Djali mirë. E kam dashur ta na herë, po ky
Në ka i nati mu. Kam i natën ty, po ti je mashtruese. Kur në 28 kur ishim fëmi, unë isha plak. Rob shpije, e kam pa atë video të plot, e kam pa videon e plotun, komplet videon që të ka ndodhur dy legale, e kam kara me e pa për njerëzve. Edhe bravo të qoftë, you've done good. Me ta thënë drejtën. Më gjëjtë me mbra, për zotin. You've done good. Me fol realitetin. Dhe unë të donin më heqnin, nuk ishin, sidomos ai që më gjuetin jokes. Donin më hiqte. Kam brojt. Jam brojt me mikrovalin aty. Me mpyt mu. A ka ndesh me mhek apo jo, unë të thëm jo. Ta thëm unë pse jo. Se po të këtë desh me të heket, e ka pas mundësin. No, su bash as një shansë. Ja, rabe, ka pas mundësin, o burë, mos ja shira më bezet, ka pas ftyrë. A e pesi mante ftyrën aty, më feri i bërtiti. Kur do kësh në gjiro nga Londra, bandit? Rëpë shpje me të thonë drejten nga Londra dhe do vi shumë shpet, se kam ca puna me. Edhe për zotin vi. Hajde pim në një kafe. Se ja. A mendon se ja çon dot fasulet e mishin e fat atje të porosisësh? Si mja që? A mendon se porosit dot fasule me mish të fate restoranti aty i Pilit? Po normal edhe të shërbëm ilë. E bën dot këtë gjë fort? Si se bare, ja si fisin, ta bje pjatë në grosh të para ta mënë. Me varse. Ja, deklarat e fort. Ta bje me varse, me orë Rolex. Ka do më luks. Si ato nivel ti me marrë Rolex e 7.000 pounds. Unë e ndrova Rolexin tim, te lash garanci mora një buk. Kam vërtetën, Split, i kishte vënë Split bandos pili, sepse do dojë që ta kullosi. Provoj me erdhë një barë brenda që ta shkatroj pak që mos t'jetë bandu aktiv me një grush. Po kënë 17 a nuk e di pse qaset me ty. A kupton ti e bro, më kush më ka mua në kraun e ti është me i fuqishmi të në Anglinë në Londër tani? Si? Kush më ka mua në kraun e ti e di qa niveli vete unë për shoqërinë. Ardi ka dalë jashtë avuç. E di sa gjina vjen për Ardi në vla, qaj bëri zero. Me rëp shpje, qyshja bëri zero vla gjina. Kam fol me të parlje. O vla, me fa Ardi mua dhe gjohë kyç pa. Unë po provoj me alë zero si kur mori zero me zorë. Tani, ky e kapi paranoj mendoj si kur do e ferja unë brenda burg. Ka vajt e zero i ka thënë zeros, po provoj me alen kyqi. Zero kuptoj diçka rë, e ka rrahur rë. Po tani e mbante me Split, i jipte Split. Rrinte e pinte vetë zero i jipte vetë atia. Filluet ndihesh më rahataj. Një ditë bando në 17, kishte 3 Splitin 0 rëp me spice plot brenda me ashash. So you saying he jerked him? Bro, not jerking.
I go sëtën që që më fam e qimë bëf Ardin rëtu s'jua me video kur nis video në 0 muaj kishin vesh Ardin pa break rë. What job was this? Në Scrubs. Në Brixton, hè? Lene, më së çdo histori. E ke dëgjuar historinë kur u zgjua e kishte hypsin lart. Nga Splifi. Një gjiname rë shpije. Ai më thot disha tjetër mu. Unë nuk ja kisha bërë gjanë botat e gjera. Ai das mat, got a man dem spynin. Dus dat was keihard. Rëftë e shpijës ishin duke për të puar kështu rë. A më duket se ka thënë të vërtetën, ja. Okej, unë po të them, unë e doja Ardin. Kur gjojta mu 7 veta, Ardi ishte i vetmi që u hof për mua. Hey, why did you block me, man? Why you block you, man, for, bro? Because you want your mouth too much. Alright, I hear that. You talk too much, I don't know why. You just tis më ke pa qef kurrë, te vetë ke faj. Pse s'ka pas qef tani, se du me pas i arsye tash. Po vlla, isha 14, jo 15 vjeç, më pyeti një ditë fa, ore, ishte bërë me nerva. Unë shqisja nga zonat e Wolfhamstovit, që uon ky një ditë. Ta nerva, po qa ke vlla i fash. You know, Wolfa, po mundet të gjitë, lutem, krymani këtë punë, me gjeni në njerin, më duhet 28 që se s'ben me këshufa. Kush ta? Po, kishte ngec keq, i duhesh 20, kishte numrin atëherë. Ta me 17 ta. Nuk gjente do të këshuja, e fat lutem, po ndihmua do të me gjeni në një. E unë i gjeta një kaq. E vajta atje, po kur vajta atje unë tani, vajta me hasma të këti, nga Turqia, po unë se dje që ishin hasma të këti. Tani e morën bosa të këti në telefon këte, e qas i kam thënë. E unë mërzit me mua, vetëm po të zura, po të kapa. E unë vazhdova ika me Turqi qërë. Po se dija unë që kishte hasmëri me ata, valla. Që atëherës më ka pat qef se qas i kam bërë. Pse gjen janë goç? Shtu Wallahi e din rëp, problemi me mua e ty ka filluar te 28-qa që të erba rëp. Të prurë 28-qen, kur isha 15 vjeç. Që të ka bo nona të ishim ke puj 28-qen. Unë kam prurë 28-qen, e vetëm se ishin ata turq që ishin të kafenes të Green Lanesit, ty të bërtitën turq të turë. Të mua të atë i ka rrë. Unë se m'di punë 28 700 vjetë o goç. Në qa viti bëhet fjallë kjo? 2008. 2008, ha? Po dëgjën që ti ke vrarë 24 veta ke fara. Ç'ne s'po m'gjen akoma, kam tër ditën, kam një javë rrugëve. Kush ka vrarë 24 veta? Ti, ke 24 vrasi. Jo unë apo ato jo. Këta live ke thënë kam 24 tërco. Se më ka bo nona rëp të shpisë s'kom tonë me gojtene me kom boj 24 vrasje. Kishit ndihmuar Për zotin, shiko ka thënë kam. Po t'jem në Londër, do isha qas edhe me Gucci'n edhe me Milin. Po t'i kisha jetu në Londër. Unë provova ta mbyllja me Milin sot. Milin inshallah ma. Dihet. O da, i thash o Mili, është bërë bajat kjo gjë. Hajde ta mbyllim këtë muhabeti, thash. Për hir të skillës i thash kam qenë shok me skillën, hajde ta mbyllim këtë muhabet. Jam në Westfield në Stratford i thash më ke 5 minuta larg. Hajde pim kafe. E rris një gjë për zotin, për atë shpunjë që të varë, a ke kam brak rëpt apo e ke falur? Po ti je një djali kesh një intrigant rëp. Ore, i fue më pyeti Gyçi, kam qenë burg me ata, kam dalë shumë. O goç, a di një gjonti? Pse i kash djali kesh? Pse do me më gacmuti mu? A do me më shit gabetja? A do me më shit gabetja?
No, di nga vetë sa duhesh prapë, s'mbanë dot asgjë. Pse e shoh Armandin ti o vlla? Unë nuk kuptoj ty o vlla. Pse e Armandi, shoh? po, e di pse s'kam respekt për Armandin, no? Pse o vlla, pse e shoh Armandin ti? Më vraft Allahu, e di pse s'kam respekt për Armandin. Pse? Një, rash në burg për Armandin, jam mbrojtave emrin, rë. Se telefonata që bëri Armandi më dogji. Nuk ka dalë kur emri Armandit në çështjet e mia, gjithmonë ka mbajt heshtje. Në burg, në vend më ndimonte, një paket nuk e ka nis. Plus, kur mora vesh që mori atë gocën 13 vjeçare, edhe ka bërë 11 burra ta qinin në rresht, ajo ishte shqiptare rëp, që aty kur në jetën time s'kam për ta respektuar. E pastaj prap, Se ka bën burr, nuk e ka bën punaj. beto për Allahun, beto për Allah. Edhe rëp të shpiseve Altini, vllai mavi ti e ka qirë atë gocën shqiptare. E përvonuan atë 13 vjeçare rëp, këta ishin nga 27 vjeçur. Aty unë nuk kam për t'ju respektuar kur në këtë botë. That's crazy, boy. Se besoj se e ka bën. Unë se besoj, Për se një Allahun, tipin. për Allahun edhe Altini e qyrë. Armandi e gënjeu atë gocën i tha, hajde se je e dashura ime, rëp të shpis 11 veta i ka mbajtë rresht për atë gocën. Turp. Pastaj filluan ata çunat e parkingit. I Ai vetë jeni kon shokë vëlla, nuk e di pse. shok për 10 vjet burgun për atë, po kur mora vesh unë, Jeni kon shokë të ngushtë vëlla. rëp të shpis shok në gusht, po vëlla. Po kur mora vesh unë, 13 vjeçaren e bëri sikur ishte e dashura e tij, e gënjeu, edhe e nxori në rrugë ashtu ja, edhe ishte shqiptar. Jeton në Shqipni ky. Jeton në Shqipni ky Armandi. Po janë në dora juaj. Nuk ka të bëjnë dora jonë, se nas përdonojmë njerëz bish. Po, jo, rëp ta thënë, qa bërje i djali asaj gocës shqiptare, gjynarë. Allahu e vraft për atë që i ka bërë asaj vajze. Edhe Altini, vllai Armandit i madh, e ka qirë atë gocë, 13 vjeçare me rëp shpi. Për zotin e di qa? Na, men, ato beli, unë se besoj për veti. Për zotin. Se e njoft tipin, jo për në gjë, njoft tipin. Wallahi e din. Rëp të motra në 17, si ka mundësi si s'takosh me ta vëllai? Jeni 20 minuta larg me njëri tjetrin, s'najsheni ku në rrugë. Ku, a mendon se këta horra mund qasen afër me? Ju për njëri tjetrin ipni shpirt. Jeni shumë dashur për njëri tjetrin. Qa thumë më bërë, se ka e fot budalishit e Ti mizet. pasi unë, Mos i qa, në gjë, tani. Me mu mos e lqa pa dur, e di. Me në 17 në e lqa pa dur, po mos e lqa për pa njëri dur. tjetrin jeni gati të lini shpirt. Pse? Si ma shpjego? Sepse jeni të dashur, jeni tipa të dashuruar, jeni tip që shkoni. Po, të tipa si unë nuk vini gjallë botë. Valla, se jeni në mision shumë të përputhin dhe shive rëpër, që të thonë. Jo, e the ti, jo. Unë nuk e di qa flet tjera, valla. Ti pa dashurum, thë ti pa dashurum, unë e një më tapë, së tash ti nuk. Nuk po them jeni dashurum, jeni tipa që lini shpirt e ipni shpirt për njëri tjetrin. Po ne Okej, kemi, unë e këtë njerë si njështë në TikTok, po thua se shumë pak mund të kem taku. aq shumë sa ti e gacmoje këtë në 17 tani e bëhe syt kështu, kur kemi vënë re të tërë kemi parë. Kur vjen situata si këto, situata direkt përqafojeni e mbajeni. Se ipni shpirt për njëri tjetrin. E ke gabim. Piles mos ta them tjetrën. Është diçka që ti këthin. Nuk e di a merr vesh apo jo. Ja, erdi tjetri. Qik tropoje. Është mashku, po bën gjasme sikur është gocë.
Kjo në 17, në 17 është Këto mua betit kuj po I bie bando, shikoj kë komenti këtu. Qik tropoje, është mashku edhe bën sikur është gocë. Aty po I bie mua betit që ik një shpirt për këtë gjë. Jo, ti edhe në 17 ta jep një shpirt. Thonë një. Qa shpirti, ma? S'disha nga thot për si jep shpirt, je dashurum, s'disha. Do më thonë, laun kryet për njëri tjetër, na? Ku ma beti? Rob du në drejta, rob Po, ke vazhdu të dole dhe me mjetë o goqa, ke vazhdu të bo shoferë në vetë. Më vanë sa të quna një makinë me qera, më fanë, mbaj dhe sa të rëgosh me. Qa makina është? Më vanë një shpi. Po se dje më ke thonë mu ti se ke ble shpi. Në një vëndë. Po ke shpin që e ke ble? Mu në qendër të Londrës jam, ja. Penthouse. Tani vini gëpësën të makina po e qetët. E provoni qenë. O bet, po pëse shamër të shifsha listër e dazmës, qa ke që nga sha? O bit, më ke borç diçka bit. O bit, më ke borç 2 aviona, gjuaj tani. Po pëse shamër kjo rëpshime, o ku shamër kjo adresë originale o kjo? Po pëse Po shamër bande ta shit tropojanën. o ta shifsha fisin e këshat kesh... Ta shifshin të nacion tropojanën. Shifshin, kërejt hasjen motrën e ta shifshin këtë tropo janë Ta motrën. shifsha tropojanën o për motra. O ta shifsha, ta shkërdefsha motrën. Ta shi tropojanën o për lepsh. Me kanë burr adhe më shkon ftyrë, o motër shkërdojmë se. Ta shkërdej motra. Vesh jam morë ftyrën hasit ta shifsha motrën, djalë Ta pederas. shifsha tropojanën pjell. Ku të rritën bolet, shifsha motrën, e duke veti hasjen, hadde takona ta shifsha listën e dazmë. Po shifsha tropojanën. Po të Ta qift guqi motrën, ta qift guqi motrën. shifsha, ta shifsha këtë racën. Ram. Jo, ram. Rëp shkërdojmë, të shifsha motrat. O bit, 2 aviona tani të lutem. Bit, 2 aviona. Pas qa aviona shkaj, ma aje s'ka buk me hangër, më vlla, qa aviona shkaj, o bish. Shikoj tani kur gjuhet 2 aviona, prit. O vllai, s'ka buk me hangër, e më të I shkoj. bë blok. Jo, mos I bë blok. Ke bër vrasje e bandit? O, ti më të rshimo, ta shifsha familjen, ta shifsha zhakun e motrës, Ke bër lëvizje gjuhetje e bandit? ta shifsha listën e dazmës në pjedhobi, ta shifsha këtë motrën, të shifsha këtë fisat. E të shifsha rrasën, bëni një blak shtira më të rshimjere. A, mos e bloko, prit se do më Më gjuhet 2 blak aviona. më të rshimjere, bëni një minut, mos komentoj budalishjere, qa kuj më të rshimjere. Ka bër vrasje e banditi, rët. E ma s'fal budalisha o blakan që nga të kësove. Ku e ke bër? Me një hasian ka bër lëvizje, rët. Shkësho banditi, rët. Bravo bandit, ke bër vrasje në rrugë akoma. Gang. Gang, rët. Ma s'fal budali që s'do të hegu nga live, bish, nuk e di që të thonë. Ore po lexoja komente do. E ma qa leza komente që thonë ta më të rshima, më po. Unë në rëp të shpisa akuzona për një që dash. Hey, mad, bro. I would never do that, bro. A ke bër në një lëvizje me në një hasian? No, bro, I've never done that in my life. Are you crazy? Ti lexo komentet, vëlla, janë gjëna kalamaj shohur. Ti e di si sa mashtrojnë ta me komente. A ke në një hobi bandita?